Na bëj dhe ndonjë byrek pastaj tek ajo tepsia na thot helas. Te tepsia që mora të mbledh ujin e lavatriçes që doli, edhe do t'i bëj edhe një byrek, të bëj një byrek e para se të bëj byrek. Që kështu do ngelesh pa ngrënë po të presësh ka mua byrek. E dyta, nuk të shko në mendje që ka dhe tepsi që nuk i përdori më, se mund të kishim soba për shembull të vjetra, edhe tepsia na mbeti, nuk e hodhëm bashkë me sobën, na mbeti tepsia që të mbledhim urat e lavatriçeve e ta përdorim për punë të tjera. Nuk të shko në mendje tyja. Do shumë mend në fakt, ke të drejtë që të kuptosh diçka të tillë, vetëm që pret byrek. Mos prit nga mua byrek të keqen unë amanë se unë nuk di të bëj byrek. Pastaj ti do je shumë i pastër, a e pastër çfarë je? Që të bësh një koment të tillë. Po e dini çfarë kam vënë re, shumë pastrues në rrjetet sociale, që bëjnë këto komente. Në shtëpinë e tyre janë tralala zura një ngjall. Kështu. Ja, po shikoj film tani dhe më ndalove se pash komentin tënde dhe tani po të përgjigjen dhe unë ç'të të përgjigjem. Ca këtu brenda nuk shikoni trarin që kini në supin tuaj, po shikoni halën në supin e tjetrit, u keqen nina juve. Tani se do vazhdoj të shkoj filmin unë edhe mos prit byrek, të keqen unë.